Dimal Basha ka shpifur ndaj Mustaf Grajincës, ish zëvendësministër i financave nga radhët e PDK-s, ka konstatuar gjykata themelore në Ferizaj. Në bazë të vendimit të saj, tani kryetari i kuvendit obligohet t'i paguaj paditësit 25.000 euro dëm shpërblim dhe t'i kërkoj atij falje publike. Rasti civil ka të bëjë me disa shkrime të publikuara nga Basha në media dhe në rrjetin e tij social Facebook, ku Grajinca është përshkruar si mafia e betonit dhe është akuzuar për keqpërdorime në fushën e ndërtimit në komunën e Ferizajt. Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesë padije e paditësit Mustaf Grajinca, e ushtruar kundër të paditurit Dimal Basha. Gjykata e ka urdhëruar Bashën që të tërheqë shkrimin editorial të publikuar në portalin Insajderi më 1 korrik 2019, si dhe 5 postime në llogarinë e tij në Facebook. Ai është gjithashtu i detyruar të kërkojë falje publike në të njëjtat platforma brenda 8 ditëve, nga momenti kur aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm. Ky aktgjykim ende nuk është i formës së prerë dhe pritet që përfundimisht për rastin të vendosë gjykata e apelit pas shqyrtimit të ankesës. Shënjestër.net